në mëshirë të fatit. Thesari Marubi duhet vendosur në zemër të Shkodrës. Aty ai është i sigurt. Ne jo vetëm duhet ta sigurojmë, por duhet dhe ta gëzojmë, dhe fototeka Marubi është e gjitha për të gëzuar. Fal këtij programi, të financuar nga IPA Adriatic dhe që po realizohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, prezantohen sot para jush 5 projektet më të mira që dolën nga gara e parë, ku morën pjesë 26 propozime nga 8 vende të ndryshme të botës. Marubi e meritonte këtë gjë. Do të kemi idetë dhe teknologjitë më novatore dhe moderne për ta vlerësuar trashëgiminë. Është kjo rruga e progresit në kulturë, që jo vetëm na dëfton vlerat e Shkodrës, e të pinjollëve të shquar shkodran, por edhe jep dinjitet krenarisë tonë për thesaret e kulturës shqiptare që duhet t'i tregojmë, si tregohen të bukurat. Ministria e Kulturës është shumë fort e angazhuar për t'i mbrojtur, për t'i kthyer gjithë dinjitetin e merituar trashëgimisë kulturore dhe njerëzve të kulturës. Në përfundim të këtij muzeu, thesarin e fototekës Marubi, ne synojmë të regjistrojmë në thesaret e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Jo vetëm sepse vlerat e tij janë të çmuara, por sepse Shkodra është një gur i çmuar në kurorën e kulturës shqiptare. Shkodër, faleminderit. Faleminderit, zonja ministre. Ftoj kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama, nisëmtarin e konkurseve ndërkombëtare. Atëra i preferon që të flasi në fund, patjetër. Vazhdojmë me prezantimin e jurisë atëre. Kryetari i jurisë është Ministrja e Kulturës, zonja Mirela Kumbare. Do të bëjmë dhe një prezantim të shkurtër për gjithë antarët e jurisë që kemi sot pranishëm. Ata janë 5. Një antar tjetër është zoti Dietmar Steiner. Ai është arkitekt, drejton Qendrën e Arkitekturës në Vjenë, që prej vitit 93 ka punuar si profesor i teorisë dhe historisë arkitekturës në Universitetin e Arteve të Aplikuara në kryeqytetin e Austrisë. Në vitin 2002 mori pjesë si përfaqësues i Austrisë në Bienalen e Arkitekturës në Venecia. Gjithashtu, zoti Dietmar është antar i Komisionit Këshillimor për çmimin e Komunitetit Evropian në Arkitekturën Bashkëore, Mies van der Rohe Award, si dhe është president i Konfederatës Ndërkombëtare të Muzeve të Arkitekturës. Ndër aktivitetet e tij më të spikatura mund përmendet edhe publikimi shumë artikujve mbi arkitekturën dhe zhvillimin urban, si dhe përvoja redaktoriale në revistën italiane Domus, një revistë me renom ndërkombëtare. Antari tjetër është zoti Zef Paci, kritik arti. Aktualisht punon në Universitetin e Arteve pranë Fakultetit Arteve Pamore si profesor i historisë të artit dhe pikturës. Vitet e fundit është përkujdesur për një sër aktivitetesh artistike, ekspozitave tjake dhe në grup, si nga ana e konceptit, po ashtu dhe instalimit të tyre. Së fundmi ka kuruar ekspozitën Marubi, objektivi lëvizshëm i arkivi, hapur në Galerinë Kombëtare të Arteve në Prishtinë. Është vlerësuar për veprimtarinë e tij si kurator për çmimin Hidromeno në Galerinë e Arteve në Shkodër, çmimin Ardhje për artistët e rinj e tjerë. Zoti Paci është autor artikuj studimor në revista shkencore. Në vitin 2012 boton studimin monografik Marubi, fotografia si ritual. Është pjesëmarrës aktiv në konferenca dhe workshope. Ka realizuar disa freske dhe vitrazhe në Katedralen e Shkodrës dhe Vaut Dejës, si dhe disa skenografi teatri. Zonja Anila Alita është arkitekte, vjen nga një përvojë e gjatë në fushën e projektimit si dhe atë akademike. Ka punuar si konsulente arkitekte lokale pranë UNESCO-s dhe UNDP-s për projektin mbi kulturën dhe trashëgiminë për zhvillimin social-ekonomik. Zotron eksperiencë suksesshme në rikonstruksion dhe projektim interieri. Ajo gjithashtu ka përvojë akademike si asistent profesore në Departamentin e Arkitekturës dhe Planifikimit Urban, si dhe ka kryer studime të ndryshme dhe punë kërkimore në fushën e planifikimit dhe strehimit urban. Zonja Rosana Atena vjen nga Italia. Është diplomuar për arkitekturë në Universitetin e La Sapienzas në Rom. Prej vitit 2000 antar i Institutit të Arkitektëve, Urbanistëve, Projektuesve dhe ekspertëve të restaurimit të Potencës. Në 2003 merr masterin e ekselencës për arkitekturë pranë Institutit Berlage në Holland. Rosana Atena së bashku me arkitektin Marco Sardella themeluan Atena Studio që në vitin 2005. Atena Studio është një kompani projektuese dhe kërkimore vendosur në Rom. Fusha e veprimtarisë së kësaj studio është arkitektura urbanistika, projektimi pejzazhit dhe interieri.
Krahas veprimtarisë praktike, Rozana Atena dhe Marko Sardela janë shumë të angazhuar edhe në fushën akademike nëpërmjet mësimdhënies në nivel universitar dhe pas universitar në Rom dhe jashtë Italisë. Këta ishin anëtarët e juris, duke lëmë një përshkrim të shkurtër të studios parë që do prezantoj projektin e parë, është studio Atelier 4, studio shqiptare, që operon që prej vitit 2003 në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Gjatë kësaj kohe ka realizuar një sër projekte shtirësore në fushën e urbanistikës, arkitekturës, inxhinierisë dhe restaurimit në ndërtesa historike. Si dhe rivalorizimit të siteve historike, projektimit peizazhit, projekteve të infrastrukturës e tjerë. Projektet janë vlerësuar për respektivën dhe profesionalizmin e lartë, si dhe përqasjen miqësore ndaj mjedisit dhe komunitetit. Të gjitha projektet e tyre aspirojnë në rritjen e cilësisë, shtimin e vlerës ndaj mjedisit dhe qëndrueshmërinë e çdo ndërhyrjeje. Projektet e realizuara kanë ndikuar pozitivisht në kontekst për të krijuar integritet dhe përgjegjësi sociale. Suksesi Atelier 4-s mbështetet në performancën e grupit të përhershëm të përbërë prej 20 arkitektësh, inxhinierësh dhe stafi administrativ, si në terma lokal ashtu dhe ndërkombëtar. Punë të mbarë juris dhe fat studiove. Good afternoon. We are representing Atelier 4. Mirëmëngjes. My name is Alban Eftimi. Unë jam Alban Eftimi. And Claudiana Milona. Dhe së bashku me mua është Claudiana Milona. Jemi dy arkitekt të Atelier 4. It was a great pleasure to have had the chance to Ishte kënaqësi për ne që patëm shansin të merrnim pjesë në këtë projekt të një rëndësie kaq të madhe për trashëgiminë shqiptare. Personalisht, duke pasur mundësi të zbuloj edhe më tej prekjen magjike që Marubi i dha realitetit të vendit tim. Po. Dakor, po. Okay, now tha dje për anglisht prandaj. So the gentleman is being advised to speak into Albanian, considering that he is addressing the Albanian public. Fillojmë të lutem me PowerPoint-in. Dalë çik. Ju kërkoj falje, po nuk arrit shoh aty, kështu që do dalë çik. Godina në fjalë shtrihet në një zonë shumë të rëndësishme të qytetit të Shkodrës, është një zonë monument kulture dhe kjo godinë është në zemër të një sër godinash me vlera të mëdha arkitektonike dhe historike. Dhe që këtu është fillesa e këtij projekti, ne e shohim këtë godinë të rëndësishme monument kulture si një pjesë e një itinerari kulturor dhe e shohim si një godinë që do nga programi në cilin që do instalojmë në të, do shërbej si një rezonues dhe do krijoj një lidhje me të gjitha këto godina që kanë edhe një lidhje logjike, siç është godina e Kolidromenos, i cili është një nga kontribuesit kryesor të arkivës Marubit, dhe një sër godinash, muze, teatro dhe godina kulturore. Çfarë ishte e rëndësishme në këtë projekt ishte që duhet të arrinim që të restauronim godinën, por nga ana tjetër të instalonim një program interesant muzeal. Godina ka një fasadë e cila është monument dhe që nuk mund të preket, por mund të bëhen ndërhyrje në të. Kështu që kemi dashur ta evidentojmë këtë fasadë dhe të japim një rëndësi të veçantë. Dhe duke menduar për muzealizimin, duhet kemi parasysh që kemi dashur që ta evidentojmë dhe të krijojmë edhe një sër surprizash. Vazhdo të lutem me PowerPoint-in. E kemi prerë fasadën dhe kemi krijuar një distancë duke e lejuar vizitorin që të krijojë të vizitojë një atrium i cili është
përmbytur, do të thosha, nga drita. Rituali i fotografive të Marubit dhe rituali i fotografisë në atë kohë nuk ka asgjë të përbashkët mbase me fotografinë sot. Jemi në një periudhë kur fotografia përgatitej për një kohë shumë të gjatë, kishte një moment të caktuar të ditës dhe një pozicion të caktuar, një moment të caktuar të dritës që ishte ideali i Marubëve për të realizuar fotografitë të tyre. Dhe ky ritual është vlerësuar dhe për këtë kemi krijuar këtë atelien në pjesën e majtë dhe të lartë të atriumit në katin e dytë, e cila na e sjell këtë ritual dhe është një moment kyç që na bën të reflektojmë për fotografinë asaj kohe. Kemi kryer një prerje të çatisë dhe kemi evidentuar lojën e dritës në fotografi. Itinerari Kjo është një skemë e cila në prerje tregon pak a shumë marrëdhënien ndërmjet dritës natyrale dhe dritës artificiale. Është për të theksuar që gjatë eksplorimit të gjithë punës Marubit, një ndër gjërat që vjen më shumë re është pikërisht rëndësia e dritës. Por si për herë, për të patur dritë, normalisht duhet dim të ekzistencën e asaj që quhet errësirë, kështu që loja ose kontrasti ndërmjet dritës dhe errësirës për ne ka qenë shumë e rëndësishme në gjithë rrugtimin që vizitori të kishte përgjatë ndërtesës që do strehoj pikërisht arkivën e Marubit. Ashtu siç përmendi dhe Albani, vetë projektimi, domethënë detyra e projektimit, në fakt kishte dy linja kryesore, ku në njërin anë ishte restaurimi i kësaj ndërtese që ka disa vlera arkitektonike dhe në anën tjetër nëpërmjet restaurimit të organizohej pikërisht evidentimi i vlerave më të mira që kjo arkiv përmban. Kështu që përsa i përket pjesës parë, restaurimit të ndërtesës, ne u përpoqëm që të analizonim pikërisht vlerat arkitekturore që kjo ndërtesë në këtë moment e ka. Kanë kaluar shumë vite dhe për shkak të jo mirëmbajtjes, shumë prej tyre janë varfëruar nga këto vlera arkitekturore, kështu që duke u stepur një hap më mbrapa, u përpoqëm të ishim goxha pragmatist, të ruanim ato dhe motoja jonë ishte të ruanim gjithë vlerat arkitekturore që ka me fanatizëm, të ndërhynim me treja aty ku është e nevojshme dhe të pastronim ndërtesën nga çdo lloj ndërhyrje ekstra që ka patur gjatë viteve dhe që kanë qenë sipërfaqësore. Për këtë arsye, nga gjithë evidentimi i vlerave të kësaj ndërtese që ne analizuam, për ne pjesa më e rëndësishme e saj është fasada. Kështu që fasada ka qenë edhe elementi kryesor ku kemi qenë më fanatik në ruajtjen e saj. Për më tej, përveç se nuk e prekëm, deshëm dhe akoma më shumë të evidentonim, prandaj bëm dhe këtë postim, duke krijuar një fasadë të dytë dhe në këtë moment vetë fasada kryesore, ajo e para, luan rolin e një objekti tjetër për të ekspozuar në ndërtesë. Kështu që në këtë siç tregohet edhe te kjo skemë, pjesa e ngjyrosur me rozë është atriumi, pra pjesa që rikrijohet pikërisht nga kjo zhvendosje e fasadës. Këto janë zonat e ekspozimit në katin 0 dhe në katin e parë, të cilat kanë karaktere të ndryshme, ku ajo në katin e parë është ekspozita e përhershme, pra me një koleksion i cili tregon në mënyrë kronologjike dhe është i përzgjedhur për të dhënë një ide më të përgjithshme për turistët apo edhe për vizitorët për zhvillimin e Marubit, ndërsa ajo më poshtë, që është dhe më lehtësisht e aksesueshme, është ekspozita temporane, e cila për shkak se vetë Marubi duke eksploruar ka tematika nga më të ndryshmet, ashtu sikurse dhe vetë arkiva është përbërë nga më shumë se një fotograf dhe nga fotografët e tjerë që kanë dhuruar dhe janë bërë pjesë të arkivës. Lartë, duke qenë se një ndër gjërat më të evidentueshme duke parë fotografitë e Marubit është pikërisht ajo backgroundi i ateljes ku ai fotografonte personazhet e tij. Është një imazh i cili ngacmon dhe të lidh menjëherë me fotografinë e Marubit. Për këtë arsye, duke qenë se përtej konceptit të muzeut si një vend për të ruajtur këtë arkiv, ne nuk donim
t'ja ta shoheshim këtij koncepti që e bën hapësirën një hapësirë vetëm diku të vdekur, kështu që donim që vetë vizitorit të krijonim një itinerar të tillë që ta përfshinim atë në gjithë ritualin dhe procesin e gjatë të fotografisë Marubi. Ashtu sikur se përmendi dhe zonja Kumbaro, vetë kishte persona që